dashur teleshikues, ju përshëndes, po fillim lajmet në televizionin 4+. U festuan dje Pashkët ortodokse në Lushnjë me besimtarët që kremtuan ringjalljen e Krishtit. Atë Gori uroi që paqja, dashuria dhe mirësia e Krishtit të jetë me besimtarët. Në Lushnjë atmosfera festive e Pashkëve ortodokse u ndje fuqishëm këtë vit, ku besimtarët ortodoks u mblodhën për të kremtuar një nga ditët më të rëndësishme të besimit të tyre, ringjalljen e Krishtit. Mesha solemne u zhvillua në ambientet e kishës Shën Gjergji dhe Shën e Premte, e cila ishte e mbushur me 10 qytetar që kishin ardhur për të marrë pjesë në këtë ceremoni të shenjtë. Ritet fetare u drejtuan nga atë Gori që përcolli mesazhe paqeje, shprese dhe besimi për të gjithë të pranishmit. Gjatë meshës u kryen lutje dhe këngë kishtare tradicionale, duke krijuar një atmosferë të veçantë shpirtërore që preku zemrat e besimtarëve. Për shumë vjet gëzuar ditën e Pashkës, Krishti u ngjall. Në këtë ditë festive dhe unë duhet jem pjesë e gëzimit tuaj. Ju uroj nga zemra që paqja, dashuria dhe mirësia e Krishtit të kryqëzuar të vijë pranë vatrave tuaja. Ju uroj shumë gëzime. Edhe njëherë Krishti u ngjall për shumë vjet gëzuar. Ju uroj besimtarët nga zemra sinqerisht. Urime për Pashkët ortodokse e dhanë edhe përfaqësuesit e pushtetit vendor në Lushnjë dhe deputetët e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Kisha Shën Gjergji dhe Shën e Premte gjatë ditës së djeshme priti urime për festën e Pashkëve ortodokse nga qytetarë të shumtë, përfaqësues të besimeve të tjera fetare, si dhe përfaqësues të politikës lokale dhe deputet. Fillimisht, antarë të Këshillit Bashkiak të Partisë Demokratike të shoqëruar nga deputeti Semir Korreshi përcollën urimet e tyre për besimtarët. Kemi ardhur sot për të uruar Pashkën në gjithë komunitetit ortodoks. Një ditë e shenjtë për ta. Krishti sot ngjallet, sipas traditës e Biblës. Kështu që ne ju urojmë vetëm mirësi, jo vetëm këtij komuniteti, por edhe gjithë besimtarëve të tjerë, që arshin të bardha dhe mbarësi të kenë në çdo familje, që ka shumë nevojë në këto momente për dorën e Zotit. Kështu që në këtë ditë bekur për të gjithë këtë komunitet, për gjithë të besimtarë ortodoks, urojmë gëzuar Pashkën. Në këto Pashkë sa më të begata për gjithë komunitetin, pavarësisht feve të ndryshme që mund të jenë. Në këtë ditë të shenjtë të Pashkës ortodokse, me besimin në Zot, urojmë gjithë shqiptarët dhe gjithë lushnjarët gëzuar Pashkën, qofshin të bardha, të paqta, me plot mirësi dhe solidaritet për gjithë shqiptarët. Më pas të kish, mbërriti dhe kryetarja e bashkisë Eriselda Sefa e shoqëruar nga nënkryetarët Maldrita Bardho dhe Edlira Mezini, si dhe deputetët Elton Korreshi dhe Asfloral Haxhiu së bashku me kryetarin e Këshillit Bashkiak Erjet Dhima. Ata shprehen urimet e tyre për Pashkët, duke theksuar rëndësinë e kësaj feste për besimtarët dhe komunitetin. Sot besimtarët ortodoks festojnë Pashkët, një ditë e cila simbolizon ringjalljen, dashurinë, shpresën, sakrificën. Gjej rastin të uroj të gjithë qytetarët e Lushnjës, gëzuar, paqe, dashuri, shëndet, paqe në familjet e tyre, drita e Pashkët, ndes zemrat e çdo shqiptari gëzuar. Në këtë festë të shenjtë për gjithë besimtarët ortodoks dhe gjithë qytetarët e Lushnjës, urojmë gëzuar Pashkën, qoftë kjo ditë një ditë e paqes, e mirësisë dhe begatisë për gjithë besimtarët. Gëzuar Pashkët të gjithë besimtarëve ortodoks dhe vetëm. Ringjallja e Krishtit është prova e gjallë sepse në fund të çdo vështirësie ka dritë, ka shpresë. Gëzuar, shëndet kudo në familjet tuaja. Faleminderit. U fut për të grabitur një banesë. Hajduti 47 vjeç gjendet pa jetë i bllokuar në dritaren e banesës. Policia njofton se ka humbur jetën nga asfiksia. Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur gjatë natës në lagjen 8 Shkurti në Fier. Në tentativë për të vjedhur, një 47 vjeçar ka humbur jetën pasi gjysma e trupit i është bllokuar në dritaren prej dur alumini, nga e cila ka tentuar të hyjë në banesë. Sipas vëllait të kryefamiliarit Nikolaq Lule, banesa 3-katëshe i përket Uan Lules, i cili për një muaj ndodhet në Greqi tek fëmijët e tij. Ai tregon se fqinji që përkujdeset për banesën e ka gjetur të vdekur në dritare hajdutin dhe ka lajmëruar menjëherë policinë. Vllai ka ikur ka një muaj në Greqi te fëmijët, do kalonte Pashkët dhe do vinte. Mirë po, do t'i mbrëm, unë para 2 ditë isha këtu, kontrollova, s'kishte gjë, mirë po kala një komshi këtu që vjen për ditë për të shkyrë qenin. Mirë po, kur kisha ardhur sot mbjes,
kishte gjetur një person këtu në dritarët. Me vrap kishte lajmëruar policin, lajmëroi dhe vllana ndeja, vllai më mori mua se kisha mund çelsat të shtëpisë. Erdha këtu, e këta të policisë, bën verifikime të tëra, ai na kishte ardhur fillimisht që thyra të xhamin aty të dritarit, po s'kishte gjetur gjë aty si mas asaj. Dhe ardhu ka qenë dritarja këtu e shtëpisë. Këto xhama këtu janë të vegjël, mi pa i ka tentuar që të futet aty. Aty ka ngecur gjysmë trupi, as nuk dilte, as nuk ashtu. Në mëngjes, ai zotëria që vjen këtu ushqen e gjeti të vdekur në xham. Kjo është një zonë që njihet për rrjedhje apo nuk ka? Unë nuk jetoj këtu, prandaj. Unë jetoj larg, po erdha se kisha çelsat e shtëpisë, që mori policia. Po, lajmëron, valla. Patjetër i shokuar. Po, patjetër, nuk diskutohet. Çfarë hyn tjetër në shtëpi, dhe me hijet bën. Policia më pyeti, ishte fytyrë pa parë, ishte me kapuç, i rregull tamam me doreza. I përgatitur për vjedhje. Po, i përgatitur për vjedhje. Po, nuk ishte as i kartë identiteti nga një gjë, nuk ishte në xhep. E kontrollon ata policë, po, ata e kontrollon. Erdha ata zero fiksës, pastaj e morën. Se kush ishte personi, akoma nuk është i pa identifikuar. Sipas njoftimit të policisë, 47 vjeçari i identifikuar si Ilir Zarkaj ka humbur jetën në rrethana tragjike gjatë një tentative për vjedhje gjatë orëve të natës në lagjen 8 shkurti në Fier. Burime nga hetimi bëjnë me dije se 47 vjeçari nuk ka mundur as të avancojë për të hyrë brenda banesës dhe as të tërhiqet për të dalë jashtë. I mbërthyer në pozicion të vështirë për një kohë të gjatë, ai ka pësuar asfiksi, duke gjetur vdekje në vend. Ekspertiza mjeko-ligjore ka konfirmuar se shkaku i vdekjes ka qenë pikërisht asfiksia, ndërsa vijojnë hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat e ngjarjes. Mesazhet mashtruese në emër të postës shqiptare poshtojnë rrezikun për qytetarët, ndërsa autoritetet bëjnë thirrje për kujdes. Sipas policisë së shtetit përmes drejtorisë për hetimin e krimeve kibernetike, më 6 prill është dhënë një paralajmërim për një valë SMS-sh mashtruese, që po qarkullojnë masivisht. Këto mesazhe paraqiten si njoftime për pako të padorëzuara dhe përmbajnë lidhje të dyshimta, me synim marrjen e të dhënave personale dhe bankare të qytetarëve. Në një reagim zyrtar, Posta Shqiptare sqaroi se këto mesazhe nuk kanë asnjë lidhje me institucionin dhe nuk janë dërguar nga kanalet e saj zyrtare. Institucioni theksoi se nuk kërkon kurrë të dhëna personale apo bankare përmes SMS-ve apo linkeve të paautorizuara. Sipas Postës Shqiptare, komunikimet zyrtare janë të standardizuara dhe vijnë vetëm nga burime të verifikueshme dhe numra të autorizuar. Ndërkohë mesazhet mashtruese shpesh dërgohen nga numra të huaj ose të panjohur, që përdorin në mënyrë të palishme emrin e institucionit për të fituar besimin e qytetarëve. Ky fenomen është pjesë e një trendi në rritje të mashtrimeve digjitale në rajon, ku autorët shfrytëzojnë emra institucionesh apo markash të njohura për të mashtruar publikun. Autoritetet bëjnë apel për vigjilencë dhe nxisin qytetarët të mos klikojnë në linket të dyshimta dhe të mos ndajnë të dhëna sensitive. Rastet janë duke u ndjekur nga organet ligjzbatuese dhe sipas autoriteteve, çdo person i përfshirë në këto aktivitete të palishme do të përballet me pasojat që parashikon ligji. Viktor Orban rrëzohet pas 16 vjetësh në pushtet në Hungari pas zgjedhjeve parlamentare të dielën. Opozita i fitoi këto zgjedhje. Hungarezët votuan të dielën për një kryeministër të ri. Peter Magajer, kryetari i partisë opozitare TISA të Hungarisë, i cili është në rrugën e duhur për një fitore të madhe. Në një fjalim fitoreje, para 10 mijëra mbështetësve të mbledhur përgjatë lumit Danub në kryeqytetin Budapest, Magajer thanë se votuesit e tij e kishin rishkruar historinë. Zgjedhjet parlamentare shënuan përfundimin e sundimit 16 vjeçar të Viktor Orban, që kishte lidhje të ngushta me presidentin rus Putin dhe presidentin amerikan Trump. Orban kishte bllokuar disa herë përpjekjet e Bashkimit Evropian për të ofruar ndihmë për Ukrainën. Më pak se 3 orë pasi qendrat e votimit u mbyllën të dielën, Orban pranoi humbjen pas asaj që e përshkroi si një rezultat zgjedhor të dhimbshëm, por të qartë. E përgëzova partinë fitimtare, u tha Orban mbështetësve në Budapest. Ne do t'i shërbejmë kombit hungarez dhe atë deuton edhe nga opozita. Partia TISA e Hungarisë fitoi shumicën parlamentare në kuvend me 199 ulse, duke i dhënë mundësinë për të ndryshuar kushtetutën dhe ligjet kryesore. Ky rezultat për Hungarinë dhe botën ka të ngjarë të shënojë fundin e rolit armiqësor të Hungarisë brenda BE-s, ndoshta duke hapur rrugën për një kredi prej 105 miliard dollarësh për Ukrainën të bllokuar nga Orban. Humbja e tij mund të nënkuptojë gjithashtu lirimin përfundimtar të fondeve të BE-s për Hungarinë.
Fitoria e Tiza hap rrugën për reforma që partia opozitare thotë se do të synojë të luftojnë korrupsionin dhe të rivendosin pavarësinë e gjyqësorit dhe institucioneve të tjera. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.